Mos më detyroni të flas. Labino Tregja paralajmëron publikisht. Çfarë u fshen nga nata e partit dhe pse u ndërpret transmetimi? Situata rreth ish-banorëve të Big Brother VIP Kosova po merr për masa gjithnjë më të forta, ndërsa tensionet po shpërthejnë publikisht mes protagonistëve. Pas një interviste të tensionuar të Klodit, reagimi i Labino Tregjës ka qenë i menjëhershëm dhe i ashpër, duke e kthyer situatën në një përballje të hapur që ka ngritur shumë pikpyetje. Në fjalët e tij nuk ka pasur asnjë filtr. Ai fillimisht kujton raportin që kishin brenda shtëpisë, duke e cilësuar Klodin si një person të edukuar, por më pas ndryshon tonin duke kërkuar llogari publike. Para se të përmendesh emrin tim, mësohu me kërku falje, kjo është minimumi, thekson ai, duke prekur edhe një çështje që sipas tij është shumë serioze dhe nuk mund ta anashkalohet. Por ajo që ka tronditur më shumë është paralajmërimi i drejtpërdrejtë që vjen më pas. Mos më detyro të flas për natën e partit, e di shumë mirë çfarë ka ndodhur, çfarë është thyer dhe pse u ndal transmetimi. Kjo deklaratë ka ndezur menjëherë dyshimet. Çfarë ndodhi realisht atë natë që publiku nuk e pa? Çfarë u fsheh dhe pse u ndërpret transmetimi? Fjalët e Labit lën të kuptohet se pas kamerave mund të ketë pasur tensione shumë më të mëdha nga sa është transmetuar, duke hapur një kapitull të ri spekulimesh për prapaskenat e spektaklit. Ai nuk ndalet me kaq. Në një tjetër goditje direkte, ai kujton Klodit se fama që ka sot është e përkohshme. Shijoje këtë famë që të ka dhënë Bigu, sepse nuk zgjat shumë, shprehet ai, duke ulur në mënyrë të qartë peshën e suksesit të momentit. Ndërkohë, ai prek edhe një temë tjetër të ndjeshme, finalen. Sipas tij, vendet janë zënë padrejtësisht dhe ka persona më meritor që nuk janë aty ku duhet. Me këtë reagim, Labino Tregja jo vetëm që ndez një përplasje të fortë publike, por le të hapur një derë që mund të shpërthejë në çdo moment. Në fund, një fjalë e tij mbetet si paralajmërim për të gjithë. Koha i nxjerr të gjitha në dritë. Dhe pikërisht kjo fjalë po ngre pyetjen më të madhe. A do të dalë vërteta e plot për natën që u ndërpret transmetimi?